përshëndetje të dashur shikues të Koha Vizionit e sidomos ju të emisionit Fix në kohë. Jeni së bashku me mua Kushtrin Bekullin. 45 minutat e radhës do t'i ndajmë së bashku me ju në këtë pasditë të 12 korriku, ditë e mërkur, temperaturat jashtëzakonisht të larta, jo vetëm në kryeqytet, por gjithandej vendit edhe po ashtu edhe brenda sallës Kuvendit të Republikës. Kemi qenë dëshmitar të një situate as pak të këndshme. Gjatë tër ditës sot kemi përcjell pa video fotografi nga situata të cilat nuk e di nëse do t'i kishim parë ndonjëherë në një kuvend normal, por situata është e tillë. Ajo që është edhe më e keqja është se krahas, le të themi, përplasjeve, tensioneve në kuvend mes pozitës e opozitës, fatkeqësisht ranë edhe, le të themi kështu, ndoshta edhe shkaku i situatës edhe i vajbit atje, edhe mërgjimtarët nuk e lanë hiç më mirë se sa ata të cilët vet i kanë votuar edhe vet shkaktuan tensione brenda Kuvendit të Republikës Kosovës, pamje të cilat do të kemi mundësinë që t'i shohim gjatë krejt emisionit, sepse temën e ditës e kemi pikërisht për këtë situatë, cirku në Kuvend. Çfarë imazhi jep ky cirk Kosovës në +33 48 707 770 në vend që sot të bisedonin për ditën ndërkombëtare të rinisë, për rininë e Kosovës, për atë rini e cila mundohet që t'ia dalë disi në vendin tonë. Ne detyrohemi që flasim për diçka që s'është as pak e hishme. Alo, përshëndetje, telefonata e parë. Alo, përshëndetje. Mirë se erdhe Fix Ko, me këmë po bisedojmë. Me bashkim. Bashkim. Besoj që sot e ke përcjell Kuvendin e Kosovës. Po, e kom përcjell dhe ka qenë një situatë shumë rrezikshme, përsa vetë ka mund me pas edhe kthesë dhe matrona. Edhe kthesë dhe matrona. Çfarë imazhi jep Kosovës kjo? Kjo është një imazh shumë i keq, shumë i dëmtuar. Dhe më thonë tash, të ke fundet mos me të zënë asë një partia, asë një viterë... Pikërisht, as nuk po dëshiroj me lon fajtor, as lëvizjeve të vendosje, as PDK-n, as AK-n, as kërkon. Imazhin e Kosovës. Qartë po dy me dorë dhe më thonë, qëre, zërit janë majtë. Po. Tash ka fitu, për shemë e tim për shka fitu. Pse s'pe banë ti qeverin? Banë në qeverin, krye qeverin, e s'pe pora. Ki gjallë dhe dhe mo kohët i me zgjedhë presidenten. Po, qëllimi kësaj partije që ka fitu është me pas ekscese, me pas probleme, edhe prapë me që zgjedhje, edhe me thonë tani që opozita janë fajtor, edhe me fitu vota ma shumë. A mos i pomje, kështu, dhe mo na kem gjallë si Kosovë, kem situatën shumë tronë ekonomike, as kem investime. As kem stembe, s'kem në më thonë që 6 vjetë përbohen me mbi 20 miliard dhe më budget. As kem as investim, as kem autostradat përfundu me diçka. Absolut, veç kem që tu tema janë verijo, opozita, që tu vendosja, për dykëja, viqëtur në shku në 6 vjetë të bon. Të mojnë lorë me faforme. Mirë, falemderit shumë që inkuadrove ndërum. Gjithashtu e respekte. Edhe për ju, definitivisht. Shumë herët kanë fillu telefonatat, por, po vazhdojmë telefonata, ani pse i kemi disa prej titujve kryesor të Koha.net, por do të mundohemi që të bëjmë një farë gërshëtimi. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirë se erdhe Ferizaj. Mirë se Ferizaj, Kushtrin. Unë e di që je goxha merakli i përcjelljeve të situatave politike në vendin tonë. Por kjo që ndodhi sot, çfarë imazhi jep Kosovës i nderuar? Absolutisht, Kushtrim e paske në hatjen shumë të mirë. Faleminderit shumë. Në këtë aspekt. Po, tash të varet prej çfarë kanë dëshijet, Kushtrim. Imazhi Kosovës vite me radhë është shumë i zymt, nuk është vetëm sot. Sot vetëm janë shenjat e para të cilit se imazhi Kosovës po shkon e poshtë çdo ditë më tepër. Unë besoj se ajo që duhet ta diskutojmë është përdorimi i flagant diasporës që po bëhet për qëllime të politike. Sot për shkak kishte një aksion parti politike, një tentativë për me hapë mbledhjen e kuvendit. Ne dim se ishte një orar për diasporën, po partia në pushtet vendosi që të infiltroj njerëz nga diaspora dhe
simuloj konflikte. Fatbarësisht nuk ndodhen konfliktet, ishin nënsozat e konflikte verbale, po aty u po qartë se qëllimi është, do me thonë, shumë i qartë për me nëzit konflikte, e ato në mes atyre që nuk janë përfshirë direkt në politikë, do me thonë njerëzve të diasporës, të cilët normalisht ju trakojnë fraksioneve ndryshme dhe mendimeve, opinioneve të ndryshme politike, se në Kosovë edhe në familje ka mendime, opinione ndryshme, lere ma gjë. Kështu që unë besoj se duhet ndërpritet keqpërdorimi i fëmijëve, keqpërdorimi i diasporës, edhe kemi vendime edhe kemi, do me thonë, U shkëput lidja? Po, me gjasë. Mirë, këthejmi për sëri, a kemi telefonues? Jo, okej. Kështu duket... Jo, vetëm pak, vetëm të tregojmë ballinën e koha piknetit, e cila sot kishte akteret kryesor, dhe tensione në kuvend, deputetët e PDK-s dhe Aleancës përplasen me të VV-s, pas tensioneve nga deputetët përplasje edhe mes qytetarëve në salë, Musliu gjuan me ujë gërvalën, demokraci UÇK PDK-ja se lejon gërvalën të flas, bytyqi Aleancës e shty nga gafsin e VV-s, edhe është i përditësuar edhe titulli tjetër që gashi koha që LDK-ja të flas. Pra, kështu duket kuvendi i Republikës Kosovës nga raportimet dhe nga ballina e koha piknetit, nuk e di në tërë këto fërkime se çfarë tempulli i demokracisë mund të jetë në të ardhmen e afërt. Telefonata radhës, alo, përshëndetje. Alo, Mirdita? Mirdita, mirë se erdhe, fiks ko me këmbë. Alo? Po, apo më dëgjon? Alo? Alo, Mirdita? Mirdita, mirë se erdhe, fiks ko. Përshëndetje nga Kroacia. Nga Kroacia, nga pula e Kroacisë, apo? Po. A i ke përcjell sot pomjet nga kuvendi i Republikës? Po, kemi përcjell. Kjo është po që thoj një fjallë popullore të merë për Kosovën. Të merë për Kosovën, pse? Pse? Shiko, këta deputet të PDK-s, të Aleancës, i kësha lut me ortu në shkollë të Kroat, edhe të morën i edukim se si mu përmbajt fjallëve, edhe mu përmbajt edhe me dhe shtetin. A jam këta për pushtet, a për shtet. E doshin me më mësim të Kroat, unë e ja bëjt mujshme, gjithve atyme deputetve, që janë PDK-s, edhe të Aleancës, ja regulloj ka me pos fjetit gjitha, edhe në të marrin një mësim si fakultet kërë shkojsh. Të lutëm. Po për konfliktet verbale pas tensioneve, përplasje dhe mes qytetarëve ose mërgjimtarëve ka pas edhe brenda në salë. Dijëm, edhe mërgjimtarë, ata që janë, në falë, unë jam vetë mërgjimtarë. Po. Unë jam vetë jashtë pitet. Po mirë, dijëm, unë nuk jam kundër PDK-s, asë Aleancës, po jam kundër që ati dhunëve. Po, normalisht këtë jemi kundër dhunës, sidomos. Që kanët e merë, ajë që dënë, pesho që ajo kushosh nuk ti di, pesho këtu, tash po ma paracet e pash këtu në video, që ajo Ganimet e Musliu, për shamë ajë tjetëri. Unë i kom do vjetë, ofër 70 vjetë, kur ka qenë ish Jugoslavia, na atëre kemi kontribue, edhe na nuk flasim që kemi bo ato. E sa të këta dalim me një farë gjesti, një fjallori, dalin këtë e përdurin UÇK-n. UÇK-n është merë me përdurë aty ku e menë, nuk o UÇK-ja për aty. UÇK-ja ka të regu vetën. Të merë me përdurë UÇK-n në ato mënyrat me përdurë. Të merë more për të ashtë. Mirë, faleminderit shumë, të përshëndes, tëng. Jo, përshëndes. Shëndet. Ka shumë telefonata, më thot regjia, e di që se cili prej jush jeni në linjë, do të mundohemi që se cili t'i japim hapësirë, por shkurt për se cilin eksiston nga një minutazh. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Si je, zotri? Po mirë, po pak i shgënjë. Pse?
Po ka pesha parlamentin, po mushat menja mua janë 7 janë parlament Kosovë. Ndoshta bashkë në këtë zhargon s'kisha me thonë, por situata hiq e mirë po duket, apo jo? Po, valla, unë e pesha ta jam i zhvelim me ta thot me dalë thonë rrugulljet e Itali, e shekrejt bota, e të merë shemull edhe mu më shtin rangun e qatyne. Sa që po bojnë Kosovarë. Ata tuta? Besa ata të mitë janë shumë zhvelim, mu për veti por jenë marre. Jo që ma nëshënit punaj parti politike, po në taman për e shë komplet prej gjithëve, po akuzën ma të madhe unë e kam të populata. Se ma nuk nalet, se s'nalet me menduem të dëken tjetër që i formon institucionet, që i ban koalicione si njerët, e jo me ban këtë mënyrë që 2 vjetë. Po, hajde që politikan, deputetet e pas ka një farë gare mes veti edhe për fuqi, edhe për pozita. Po mërgjimtarët me u tensionu ashtu? Po, unë s'ka jam të thonë është e turpshme, unë nuk di edhe mërgjimtarët, qka kërku, qka lypin aty. Na kena bo jetën jashtë, kena rogat e tona, kena pensionet e tona, kena na qef. Dëshira është me e fa diqka të mirë, po nuk është e thanun na, me shku e mua tharu aty e me mlefos, populli vllaznit nër me vete, është për mu është e tërpshme. Definitivisht. Mirë, zotri, falinderit shumë, sepse kemi shumë telefonata. Të përshëndes, falinderit që mi kuadrove. E tërpshme dhe papranushme në prej se cilit, prej telefonuzve dhere më tash, janë gjitha këto përgjigjet cilat pa dyshim mund t'jenë shumë reale, sepse edhe pamjet janë të tilla. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe fiks në kohë, cirku në kuvend, qëfar imazhi jep Kosovës? Më dhe më kesha e më përmëndim të me në bëmi poq politik. Poq politik? Poq bëmi dhe iftoj mërgëmtarë në kundër vllaznit vetë me luftu. Mirë, falimderit shumë të përshëndes të krejt mirat. Telefonata tjetër sa po të jetë gati, sepse është listë e gjatë. Alo, alo. Alo. Mirë se erdhe fiks ko. Mirë ditë. Cirku... Për kanë është që kjo e tjerë në që kjo së që ka qenë hapë me dyrë? Kjo është, le të themi kështu, ditë për mërgatën të cilët kanë mundësi mërgjimtarët të anë. E që kanë lipë opozita aty, kush i ka thirë ata? Opozita po dëshirën me mojtë se oncën me so këmë kuptuar. Po dëshirën, që ashtë të dëshirash aty është për mërgjimtarët dhe kryma beti. Këta duhet një kapson të remi që më bërë, këta hajna, këta traftarë, këta kriminele. Krejt opozita. Krejt opozita, mirë, ditën e mirë, kalosh mirë, telefonata tjetër, alo, përshëndetje. Nuk mund ta luajmë rolin e gjykatësit ne këtu, pa dyshim, ne do t'i komentojmë. Okej, vazhdojmë pak me tituj, sepse lista është e gjatë, pa dyshim. E tash, flasim për diçka tjetër, për herë të 4 në 3 ditë, Aleksandar Vučić kërcënon sërish me Ibrin. Presidenti i Serbisë, Vučić, të martën ka kërcënuar për herën e 4 në 3 ditë me mundësin e ndryshimit të rrjedhës së lumit Ibër. Gjatë një vizite në Ivanic, ajo është pyetur për deklaratën e tij për ndryshim të rrjedhës së lumit, që nga Serbia hyn në Kosovë në një rrjedhë prej rreth 80 kilometrash dhe më pas rikthehet në territor të Serbisë. Vučić sërish ka thënë se mund të ketë angazhim të ekspertëve ndërkombëtar për këtë çështje. Kam thënë, po e formojmë një komision, një grup punues, ashtu që të shohim gjithçka, dokumentet e të tjerat. Vučić më pas ka thënë se kritikat ndaj tij kanë të bëjnë me diçka tjetër. Ai ka lidhur kritikat e tij ndaj njoftimit të tij me sjelljen ndaj serbëve në Kosovë. Nuk ka rëndësi se sa krime kryen Kurti kundër serbëve, s'ka rëndësi sa serbi arreston ai, s'ka rëndësi sa serbi keq trajton i dëbon. S'ka rëndësi sa shtëpi ka shkatruar, kur s'do të ketë një sinjal që të dalin me deklarat kundër këtyre veprimeve, ka thënë Vučić, i cili më pas ka shtuar se çdo propozim i tij kritikohet sepse ekziston një dëshirë dhe nevojë për të qenë në anën e armiqve të Serbisë.
e reagime për deklaratat e Vučić, ka pas Departamenti Amerikan i Shtetit, i cili thot që normalizimi Kosovë-Serbi është i domosdoshëm. Departamenti Amerikan i Shtetit ka reaguar lidhur me deklaratën e presidentit të Serbisë Vučić për mundësinë e ndryshimit të rrjedhit së lumit Ibër. Normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës është pjesa e domosdoshme e këtij procesi, ka deklaruar zëdhënësi i dashit për Radio Evropa e Lirë. Reagimi i Departamentit Amerikan të Shtetit vjen pas deklaratave të Vučić, i cili ka kërcënuar se Serbia mund të shqyrtojë mundësinë e ndryshimit të rrjedhës së lumit Ibër. Deklarata e Vučić nxiti reagime edhe në Kosovë në Shqipëri, përfshirë kryeministrin Edi Rama, e më herët Komisioni Evropian nuk e ka komentuar në mënyrë direkte deklaratat e Vučić dhe nëse një gjë e tillë do të ketë pasoja për rrugtimin e Serbisë drejt integrimeve evropiane. Telefonata e radhës, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe Fix Ko me kënd, po bisedojmë. Zajdush Ajvazi, prej Francës. Prej Francës. A i ke përcjellë sot pamjet që vinin nga Kuvendi i Republikës? I përcolla dhe isha shumë i zhgënjim. Pse? Shumë përleshje me fjallë, me mos pajtime, me shumë gjithë që. A i ka hije një Kuvendit kështu të cilët? Nuk i ka. Nuk i ka hije. Nuk i ka hije. Po me që je mërgjimtar, edhe i pe, le të themi mërgjimtare tjerë të cilët edhe ata u tensionuan me zvete pas deputetve. A është në rregull mërgjimtari me u bosh? Nuk është në rregull, po se cilë ka mendimin e vetë është së në binë gjithë kone. Po, pa dyshim, unë menoj që një farë misioni juaj është që Kosova me qenë gjithmonë shumë me fuqishme, shumë me përparume. Me qenë e fuqishme, me qenë e bashkume. Exakt. Po më do këtë na kur si shmi kom bashkë. Kur si shmi kom bashkë, më do këtë, po jo. Mirë, faleminderit që një dërëm. Atë jam i zhgënim. Krejt mirat, tung. Kur do që kemi telefonantin tjetër, do të vazhdojmë të bashkëbisedojmë me telefonuesit e emisionit Fix në Ko. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe Fix Ko me kënë po bisedojmë. Me Islamit për Gjermania. Islam, që është kalove, a i pe pamjet cilat tash i kje dhe para? Mështë i po hetë, që i kam dëfmit vëgët që morë këta me i po që po bujnë, se le mua që në Kosovë. Që që komenton të këtë farë situatë që ndodhi sot? Këto të merë. Ka herë bëllë qpesh shumë të edhe që ka herë morë, po vjen mua në Kosovë. Shkaku i këtyre pamjeve? Unë nuk di, opozitë ma të flest, ma të pështër, s'ka qa me bo, do të në thonë se ma idiota, ma hojna mjutë në rruzit të kësë qëmë. Okej, por a flasim edhe për mërgjimtarët cilët nuk e di direkt apo indirekt rrën prej për advokime? A kishtë a i kem dërë, po si kem njëjtë. Edhe këta njerëzit që njëjtë, po që po bojna ata vëllohi, se na në Gjermani këhos ku dërë fët mërgjimtarët në botë të sene, asë din Kosovë, që një me herë. Faleminderit që je ka që drejt për drejt të përshëndes, tung. Ishte me një mërgjimtar nga Gjermania, i cili tha që po më vjen marrë me ardhë në Kosovë shkaku i këtyre pamjeve. Alo, përshëndetje. Ja, di. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Sa pyetje mirë, po vallaj, të mjerë populli shqiptar, shka po shumë në ekran. A po? Po, mas pari kisha me thonë, mi falemderu gjitha ta shka janë që të përpara që bishtomi në ekran, e kënaqen për Serbien, e kënaqen shkiten, që po i shofin kështu sa mirë t'ju përlanën me të veti. Pa këshin gudzu mu konë me shka kështu mu përlanë atë kohën e shkavit, hajde ka. Qëre shka e dy po? Tur për ma, tur. Shka pritni nga pitynë, shka pritin fëmija tanë dhe vupë. Fëmija tanë, rinia kur t'i shofin që t'ju përlanë, t'ju hongër në më të vetit. Qfar shembull i jep gjeneratës Trekjo? Njerim më shpërneve. Qfar shembull i jep gjeneratës Trekjo? Kjo gjeneratës e re i jep shembull më të kesh që s'ka shkrim.
S'ka përshkrim që më konë ma keq. Okej. Mirë, faleminderit shumë që inkuadrove. Krejt mirat. Për telefonata tjetër, por regjalisht mund të vazhdoni edhe me këtë propozim. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, mirë se erdhe Fix Ko. Spari mirë dita, faleminderit për mundësin më shprej. Po, pa dyshim. Jo, veç një qashtje është që këto sene nuk kanë ndodhur rastisht, po këta kanë ditë që sot është dita për mërgjimtarë, dhe më thonë, me ardhë më njëftu pak. Ata është si kur të kunimjanizmu kacafit në para musafirve. Kështu. Me ditë një fa respekti që shkoj këto dhe më në kryet masë urës 4, atëherë mërën me këtu, po 15 dhe 4 që akone para pome për mërgjimtarë, atëherë tërheko, rrë vetë dhe ja përgjigje, edhe ata do më thonë njëftoshë mërgjimtarë, je pyetje përgjigje dhe masë urës 4, atëherë merën nërmi veti. Po, mes partive, por... E kjo, kanë kohë caktune, po kanë e ditë në përpara që është për mërgjimtarë, së në ishë atë. Edhe dje ka qenë. Ke qenë sot aty? Ke qenë sot aty? Tha jo, nuk ka kanë rasisht, po qita. Do të ta ke qenë sot aty? Po, isha aty. Edhe? Qështu do kështu ata? Edhe abona pyetje pse, tha do më thonë, tha nuk ka kjo, në rasisht keni qilu këtu. Ja, po qirë plionë me mshita. Mirë, faleminderit shumë, sepse kam shumë telefonus. Po mirë, qofsha që bordë. Faleminderit edhe ju po ashtu. +33 4 707 770. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. A folim veç me telefon? Ndalja zërin televizorit, lutem. Përshëndetje, kështu. Përshëndetje zë të shyti. Cerka, është shumë mirë e ke bo, shumë e ke titullu, çdo gjë ka degradu, çdo gjë ka dalë për venit vetë, kjo nuk di ku na çon. Këta vetëm duhet njerëzit me mobilizu, po nuk po ka kush as me mobilizu me bedisu palët qa është të bo kështu. Për shembull, i kushtot kanë mujt për as orës 4. Mas orës 4, ai ku vend ka mu mbyll për e putet. A për mërgjimtar rrinë hapën. Anën tjetër, kanë hyj ata, jeni fatkesisht, mërgjimtar kanë qilu në kohën kur vendi nuk po funksionon, ku vendi i ka skadu gjitha kohë në bazë kushtetutës. Kjo është diçka një cirk që keni titullu edhe një degradim i radhës e deri kur do të shkon kjo. Kjo është çështje që duhet me ka vindilin e me qajt, sepse nuk e kemi meritu. Nuk është partia e vetme që i ka fitu votat më shumëti. Edhe në herat kalume ka fitu. Pra kanë gjetë një kompromis. Kanë bo diçka, kanë lidh. Kjo është diçka që unë për veti nuk po moj me besu këto vitet që i kam, se Kosova pas 27 viteve vjen këtë pozitë. Kush e ka këtë luks për me degradu kuvendin kështu? Kush e ka këtë luks? Mirë, zërë të shqytit, përshëndes, sepse kam shumë telefonus. Faleminderit shumë, të përshëndes. Telefonata e radhës. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Si e zëtri? Mirë, faleminderit, mirë, ju si jeni? Paj, mirë me të thonë, se sot i kemi pa disa imazhe, disa pamjet, cilat nuk na kanë pëlqy fare, por ja që po i shohim dhe po përjetojmë edhe ne gjithçka. Cili është komenti juaj për këtë? Komenti jema, që jam të i kyrë që të dhe mu që ditë, sa ka hekë këtë popullë, shka kena hekë, ka kena govë, adit po është te për bëmorë për i mërgjimtarëve mas pari, ju shku me vizitu ku vendin, e kishe po protestojmë, kishe po të për opozit mo, opozita e ka vo për lëkë të në ondë, po i sholla zëtin anë i mos i popull, e drejtu me këfjellëm së kur gjë heqë, në fund kur gjë. Mirë, faleminderit shumë, tung. Ndoshta zoti vetëm ai ndoshta mund të bëjë diçka, sepse... Alo. Alo. Përshëndetje.
Përshëndetje. Priton me janë dalë zërin televizorit, bisedojnë vetëm me telefon. Jo, që me njëherë. Faleminderit shumë. Çfarë imazhi jep Kosovës këto pamje të cilat i kemi po? Prej Suarekës. Imazhet janë jo vetëm shqetësuese, por janë për me vajtu, sepse mua po më merr mendja jam pjesëmarrës i demonstratave vitit 1981. Po besoj që shumë kush prej tyre nuk e ka përjetu ato që kemi përjetu në 81-shën me pushtetin serb. Pushteti serb e kam shel, ne kam shel parlamentin, të dyert e parlamentit e kemi shpall deklaratën kushtetuese për pavarësinë e Kosovës. Eksakt. Ata njerëz e din zite ullirit e kanë hek derisa e kemi ardhur deri te pavarësia. Sot, me këta njerëz, nuk po them as për pozitën as për opozitën. S'po duhet nda, se janë përfaqësues të cilët i ka zgjedh populli. Janë të ardhur me votat qytetarëve. Por votat qytetarëve çaq shumë po keq përdoret, shumë po manipulohet, sa në të na pyesin neve që jemi me smundje kronike, në të na pyesin pensionistët që i marrin ka 150 euro e unë 600 euro barë na blej në mujt për diagnozën time, e ata shkojnë aty dhe bëjnë hajgare. Kjo shka janë të bëjnë, është imazh që të japën botës me kuptue që shka meritojmë na, shka bëjmë na. Unë e di që shumë prej shikuesve vinë edhe prej gjeneratës të demonstratave të 1981 dhe jo vetëm. Jo me që jene duke bjash bisedu me mu, a e kështë paramendu në një herë të shohësh pamje të tilla në kuvendin e Republikës së Kosovës? Unë po du me qenë shumë i thjesht, jam profesor me profesion, 40 vite kom punu në shkollë mesme. Po betohem në 3 fëmijë, e nipa në mesa, gjëse që se kom mendue, por nuk e kom mendue kur që mund me arë një ditë mu zhgënjy me pajtimin në atë kohë që e kemi pas edhe jetën me dhonë për me pas një Kosovë të lirë dhe të pavarën. E këta Kosovën e lirë, sot, mos jallë kësisoj, kjo nuk është absolutisht njerëzore mas pari. Edhe, po thamë që nuk është imazh i një shteti që e ka për kraj e fqisë më të madhe në Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mirë, faleminderit zotëri sepse kemi shumë telefonues. Të përshëndes, faleminderit shumë, shëndet për ju dhe për ke gjeneratën e demonstratave të 81-shës. Alo, përshëndetje, telefonata tjetër. Alo, përshëndetje. Mirë se erdhe Fix në ko, cirkun kuvend, çfarë imazhi jep Kosovës? Mirë që u gjeta. Veç një vrejtje e kom për ty mas pari. Hajde për hajrë kuft. Edhe, jo i qëllu në kjo emision e me shti popullin me folë, gjithë shkanë aty në përmjet se kronit, edhe ti po më dokës, po kesh është fort marë burgja, po dokët mirë, si për shet rast, në parlament ashtu a? A ki përgjigje të se une kom detyrë me të pyet ty, jo ti mu, po në regull, nuk po më dokët më mirë. Amo une po më dokët kesh pak për ty, se po kesh është fort. Po, me kajta është krejta qka, me nëllë emisionin. Jo, me kajt jo, po me nejtë se serios aty, edhe nuk është kjo emisioni qëllu në me shti popullin me folë, gjithë shka. Mirë, faleminderit shumë, ditën e mirë, të përshëndes, krejt mirat. Ka të drejtë edhe me u anku dikush. Alo, telefonata tjetër. Alo. Mirë se erdhe në Fix në ko me këndë po bisedojnë. Mirë se jo gjatëm, me Miliatin nga Italien. Zonja Miliati, si e sot? Kur qysh sot? Qa përshu me në televizor? Pse? Se shumë keq, ha? Shumë keq. Mas pari për mos m'ju marrë dhe ju me kohën, ato gra që i thojnë vete tjena në parlament, po për mu ato mujnë me hecmi një herë, se femnës me gju, me letra, me uj, me gjana, për mu shumë të menë rashta. Me ju këthy femnës. Okej. Shumë keq. Mirë, zonjë, faleminderit shumë, të përshëndes.
Krejt mirat. Kemi kohën e marketingut, me falenderuar sponsorin Lacinin edhe sponsorët tjerë, edhe po ashtu kthehemi pas pak, do të mundohemi që në linjë direkte të kemi ekspertin e komunikacionit Nol Dedaj, do të flasim për një dukuri e cila sa shkon edhe rritet rrezikshmëria e saj, 85 aksidente deri në gusht. 2 fëmijë kanë humbur jetën shkaku i skuterëve apo trotinetëve elektrik. Shihemi pas pak. Këtë jetë më pëlqen me jetu mirë, bukur mirë. Më pëlqen me qaros ata që si një. Edhe ata që i një mirë, vetën. Kur më thonë faleminderit të rënofsh, thamë rënof starkarda. Një mera. Alone. Kush do që je, ku do që je, freskia ka nevoj për ty. Laqen, freski në shijen e natyrës, limon, portokall, sheg dhe shumë shije të tjera. Hey fëmi, keni të gjuar për këpucët e reja magjike Skechers? Ato quhen Skechers Slip-ins Hands Free. Futeni këmbën dhe të mbathura i keni. Është magji. Me Skechers Slip-ins nuk keni nevojë të lidhni këpucët. Magneti prinderit dhe misht me trikun e ri magjik. Go Hands Free me Skechers Slip-ins. Je nisur për në vendlindje me zemrën plot dhe mendjen tek e ardhmja. Sjelli kursimet në Bank Raiffeisen dhe përfitoj interes preferencial për depozita me afat. Besoj i kursimet e tua bankës së sigurt me tradit mbi 140 vjeçare. Raiffeisen Bank, make it happen. Ja, ku këthyem në pjesën tjetër të emisionit Fix në kohë, e paralajmërova zotrin Nol Dedaj, në ekspertin e sigurisë, në fakt ekspertin e komunikacionit, me të do të bashkë bisedojmë rreth një teme, e cila në një shtet normal pa dyshim që do duhet të ngretë një alarm, por ja që nuk e di se si është situata. 85 aksidente deri në gusht, 2 fëmijë humbën jetën shkaku i trotinetit. Çka duhet me vepru institucionet relevante dhe përkatëse? Përshëndetje, zotri Dedaj. Përshëndetje, Gustav. 85 aksidente deri në gusht prej fillimit të vitit. 2 fëmijë që kanë humbur jetën me trotinet, me përdorimin e trotinetit. A janë kushtet që për një moment kemi lëvizje me trotinet një këtu? Po jo pra kushtim na zakonisht sezonës verore shtohen numri automjetit deri sa numri i rrugëve metet i njëjtë. Na kem harru se në sigurinë rrugore nuk investohet nga qeverit. Asnjë qeveri s'ka investu sot, s'ka investu askjo, se është aktualja. Edhe kjo dhe neve nga ban pak ma shqetësuse. Gjithmonë se përket mujtë qershor, korrekt dhe gusht, besa edhe shtatorin fillim, e kemi të përgjakshëm në Kosova. Edhe grafi i numrit të aksidenteve në përgjithësi rritet, jashtëzakonisht, dyfish rritet, po me rritjen e numrit të aksidenteve rritet edhe numri i aksidenteve me fatalitet, edhe kjo është. Te pos parasysh se se cila punë, se cila veprimtari lidhet ngusht me infrastrukturë ligjore, e në Kosovë s'kemi infrastrukturë ligjore se e përket sigurisë në komunikacion rrugor. Këtë kohë thirrmi siguri, në s'kemi lidhë sigurisë. Deri sa Shqipnia e ka kodin e sigurisë. Dhe kjo të kallëzën ty neve se sa i mazhurna se e përket sigurisë komunikacion rrugor. Edhe pikërisht është ajo që deri sa na nuk ta rregullojmë kompetencat me ligjore, për mes infrastrukturës ligjore, të mirë filta flasë mirë filta, edhe në onën tjetër ka arsyeshmëri teknike për sigurinë komunikacion, në do ta kemi situatën kaotike në komunikacion. Pra, infrastruktura ligjore mungon, pastaj mungon strategjia. Me njëherë, pas infrastrukturës ligjore, ligjit, vjen strategjia, krijimi strategjisë 10 vjeçare, që futën gjitha elementet e mosat preventive për secilin faktor që shkakton aksident.
Edhe mëna 10 vite, pastaj duhet me pasë se minimumi duhet të zoglohet numri aksidenteve 50%. Me zoglimin e numrit të aksidenteve, sigurisht se zoglohet numri i aksidenteve me fatalitet. Kjo është ajo. E përmendet që nuk ka investu asnjëra prej qeverisë siç duhet në infrastrukturën, por po flasim tash për, le të themi, për mjetet më moderne, për trotinet elektrik, skuter elektrik, të cilët nuk e di, a kanë vendin e duhur aty tek veturat, apo tek rreth rrotullimet ku është shumë rrezik, veç e sheh ka ona maj që erdhi dikush një joni me trotinet këtu, tjetri me një bicikletë elektrike, edhe po shkaktohen edhe aksidente të cilat fatkeqësisht i kemi 2 fëmijë që kanë humbur jetën shkaku i këtyre vozitjeve. Nuk o të mërë nërmen një shtet i ka hek krejt këta prej qarkullimit. Një shtet i ka nërmen krejt? Po, i ka hek. Edhe ata shteti bashkësisë Evropiane. Për momentin nuk o të mërë nërmen. Me gjithat, trotoneti është mjet me një gjurëm. Kushtojmë, është mjet me një gjurëm. Do thëtë ti takon kategorive të mjetëve me një gjurëm. Sukur se janë bicikla, motorat, do më thonë të kategorive të nërshme. Edhe ato motorat ose mjetët me një gjurëm i lejmona shpak bicikletën për shkak se dhe ajo mjet me një gjurëm për zhvillon shpejtësi maksimale 7.5 km/h. Deri sa motorat tjeri klasifikojmë në 2 grupe. Grupën e kategorisë A1 dhe A. A1 janë veç me gas. Do thot, nuk kanë shpejtësi, po zhvillojnë shpejtësinë deri 25 km/h, edhe më shumë. Para mendoni ju tash, e kemi një trotonet, është e kategorisë A1, e përdorin fëmija. Edhe shpejtësinë e lëvizjes nuk e kanë 25, po e kanë deri në hiç më pak se 40 km/h. Që ky far 25 që e ka deri 25 cm3 ka vlimin e motorit, do thot i lejohet më regjistru, se o pa shpejtësi, vetëm me gas. Deri sa ai me gas do thot me shpejtësi ose mbi 25 cm3, nëse zgaboj është vlimi i motorit, ata kanë me shpejtësi, a 50 qështu dhe shka, mos jetë rram, ata kanë me shpejtësi, edhe tash e kem një trotonet që furnizohet me energji elektrike, edhe shpejtësinë ka 50-60, sikur këta motorat që janë me shpejtësi. Eksakt. E është i pambrojtën totalisht drejtuesi. Edhe na lojmë ata me qarkullu, na lojmë ata me donë rrugë publike, nuk ka hapësirë atina. Na kem nalu që ai nuk mundet me shfrytzu trotuar, nuk mundet me shfrytzu shëtitorët, nuk mundet me shfrytzu shtegun e biciklistat, nuk mundet me shfrytzu, se zhvillon shpejtësinë më të madhe. Edhe ai ka me shfrytzu shëritën e kombinum të qarkullimit me gjitha mjetë të tjera. Po qysh ish dosh me u regullu kjo? Ju, nuk ka shka mu rregullu më në tanë. Në shmuj ma ti mi amaru rrugën e veçantë. Oshte kot. E qka duke po, fatkecia jonë është. Se këto mjetët që zhvillojnë shpejtësin, këto e të tëlltu edhe në rrugën Prishtinë për Kosovë. Po e vërtet. E kuptoni ju situatën edhe rrezikun që në këtë pasi. Pastaj, janë të indrejtu personat që janë nën moshën 16 vjeçare. Eksakt. Në moshën 16 vjeçare ka drejt mu testu për kategorinë A1. Këta njerëz që i drejtojnë trotonetat nuk kanë absolutikisht një uri për sigurinë e komunikacionit rrugor. Nuk janë obligativ, as kolisi i shetë ata mundë nështru të paktën në testin mbi një urit e shenjave të komunikacionit. Është një kaos jashtëzakonisht i madh. Edhe është zote, se mos tim tekët dhe kuj që më dalë edhe në për rrugë publike që më në gjënë për ministrisë. Flasë për rrugë nacionale, magistrale, zote në autostrada. E sëni bërë, se kjo është e dhënshme, jashtëzakonisht e dhënshme. Tash, e humbin jetën 2.000 me trotonet. 2.000. Shëqëni, ata nuk kanë faj. Se ata nuk din shka rreziku. Nuk din. Deri në moshën 6 vjeçare nuk din fëmija shka rreziku. Në moshën 6 vjeçare duhet prindi kom, jo me trotonet, Kom duhet me përcjell fëmin një të regu
si lëvizet me kom në rrugë. Para mendoni ju na kem 6 vjeçar, unë e shën Prishtinë. Unë e shën Prishtinë të gratë. Pastaj prija se moshës fillon trajnimi me bicikleta. Nëse se do na më shku. Pse me bicikleta? Për shkak se njeri që është i kriju ka dëshirë me zëvendësu komt me një mjet tjetër që zhvillon ma shumë se sa si ka mësuar. Edhe ajo bicikleta dhe fillon atër trajnimi me bicikletë. Mas forin parë. Sepse jemi në fund të emisionit, të falenderoj shumë që u inkuadrove dhe kontribuove shumë për këtë temë, cila e thash edhe në fillim, ndoshta do duhet të ishte alarm, por nuk e di a dëgjon dikush këtë alarm apo jo. Që alarmi është këtë vitën e gato kushtërëm. Po, patyshim. Alarm kem na këtë vitën e gato burë, 112 vdekun. 112 vdekun, na jemi 1.600.000 vetë me 300.000 kjera. Me 500.000, 550.000, 600.000 patent shofera dhe pse s'janë asë qaqë, se kanë hik njerës. Do thotë, kështu një kjo është alarm. Jo alarm, për na këta do të kërministrin mi asit baterijat edhe mi thono shpirt kape për në të shkatë se shku dam. Para menone ju patent shoferën e kanë bombe një përgjigje. Vish një shtetë në Evropë e ka. Derisa shtetë të tjera përgjigjen me një pyetjet me një përgjigje i qesin ata se janë smut. Mentalisht. Me aftësit kufizume. O, e kuptoni më ju situatën në çfarë gjendje jem na. E kuptoni? As nuk punën prindi me fëmijë, as nuk punën shteti me shofera, edhe kështu që unë i kom thonë, na jemi shoferat ma të mirë në botë. Pse nuk arrim na më konë 200-300 vdekun. Se s'kem në mbikëshyri, s'kem programe, nuk kem, ju kësha lutë shkonin ministri dhe këshoni sa ka budget sigurie rrugore, unë do t'ja jap një shembull Norvegjin. Norvegjia ka hiq më pak se 30 milion, edhe numri aksidenteve është koeficienti i rrezikshmërisë është më i ulët në Evropë. Mirë, faleminderit shumë, zotri Dedaj. S'ka gjë. Dëgjojmë edhe shihemi, faleminderit shumë për kontributin. Tung. Mirë, inshallah, gjithmonë. Faleminderit, ishim me zotri Nol Dedaj, ekspert i komunikacionit, folim për një temë goxha të ndjeshme dhe një alarm padyshim. Karikatura e ditës sepse jemi krejt në fund qëndrimet e betonuara të lëvizjes vetëvendosje dhe të lidhjes demokratike të Kosovës. Po e shohim në anën tuaj të majtë të ekranit, i bie lidhja demokratike që po e kërkon presidentin, ndërsa vetëvendosje ja bën me gjesh që ndoshta jo, nuk mund të ndodhë një gjë e tillë. Përndryshe përfund një informacion i cili është një kuriozitet, një nga fenomenet më spektakolare astronomike të vitit do të ndodhë sot me 12 gusht, kur hëna do të kaloj mes tokës dhe diellit, duke shkaktuar një eklips total diellor në disa pjesë të botës. Eklipsi total do të jetë i dukshëm vetëm përgjatë një zone të ngushtë që përfshin pjesë të Islandës, Atlantikut dhe Spanjës, ku dielli do të mbulohet plotësisht për rreth 2 minuta e 18 sekonda. Çfarë do të shihet në Kosovë? Edhe Kosova do të jetë në zonën ku eklipsi mund të vërehet, por jo si eklips total. Nga Kosova do të shihet eklips i pjesshëm, pasi hëna do të mbulojë vetëm një pjesë të diellit. Në Kosovë, sipas për llogaritjeve astronomike, eklipsi fillon në orën 19:29 minuta, maksimumi 19:38 dhe përfundon në orën 19:41 minuta. Kohë zgjatja rreth 12 minuta, keni mundësi me e shiju një pjesërisht një eklips edhe në vendin tonë. Faleminderit shumë të dashur shikues që qëndruat me mua dhe me ekipin tim për 45 minutat e pasdites së 12 korrikut dhe sidomos juve të dashur telefonues që edhe u bët bashkë me ne, por po ashtu shpret edhe shqetësimet e juaja lidhur me ato pamje të cilat i keni përcjell gjatë tërë ditës në kuvendin e Republikës së Kosovës. Ne do të shihemi nesër në të njëjtin kohë, në të njëjtin vend. Ju vazhdoni me qëndruar me emisionet e Koavizionit. Tung.